Fiton besimtari atëherë kur qëndron stoik në rrugën e Zotit. Fiton besimtari atëherë kur nuk e lajthit rrugën e Zotit. Fiton besimtari atëherë kur vazhdon udhëtimin e tij deri në momentin e fundit, duke qenë besimtar i kapur për fenë Allahu Xhelal. Tha Allahu subhanahu wa taala: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Tha ata që than Zoti ynë është Allahu dhe qëndruan besnik në këtë rrugë deri në momentin e vdekjes, nuk lajthitën, nuk devijuan, nuk kundërshtuan pasi që pranuan, vazhduan udhëtimin e tyre në rrugën e Zotit deri në fund. Në momentin e vdekjes u vinë melaçet e u thënë këtyre besimtarve: mos keni frikë nga ajo me cilë do ballafaqoheni, mos keni mërzi nga ajo që ka kaluar, keni myshde si harish se xhenetin i cili ju pret si premtim nga Allahu Dhul Xhelal. Andaj, o vëllezër, nëse ke jetuar 60 vjet apo 70 vjet, edhe brenda kësaj kohe ke pas sfida, vështirësi, telashe, pa marrë parasysh çfarë natyre kanë qenë ato vështirësi. 60 vjet, 70 vjet janë asgjë në krahasim me atë që të pret pas vdekjes tënde. Janë asgjë në krahasim me atë që të pret në varrin tanë. Jeta e varrit dhe jeta pas vdekjes janë me mija vite. Allahu e din sa janë ato. Andaj nuk është logjik e shëndosh që dikush për neve për një sprov të vogël, edhe një presion të vogël, edhe një ngushtis të vogël, edhe një smundje të vogël, edhe një varfëri të vogël, të çmendet, e të fillon të lëviz duke humb busollën e tij, duke humb peshorën e tij dhe duke mos pas fuqi me vlerësu gjërat ashtu si duhet me vlerësu një besimtar. Përkundrazi, sado që kemi sprova në këtë jetë, ato janë asgjë në krahasim me mirësitë dhe shpërblimet dhe begatit që Allah i Madhëshëm i ka përgatitur për robët e tij të devotshëm dhe sinqert. Ja, që ka përgatitur Allahu i Madhëshëm për ata të devotshëm dhe sinqertët. Tha Allahu i Madhëshëm në hadithin qudsi: "Adatu li ibadi salihin ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Kam përgatitur për robët e mi të devotshëm atë që syri se ka pa, as veshi se ka ndëgju, e as që ka mujt të fantazon zemra e tij ndonjëherë. Andaj ajo që të pret ty si besimtar, besnik në fenë e Zotit Dhul Xhelal, është një gjë që s'mund ta paramendosh pa marrë parasysh sa ta kesh fantazinë tënde të bujshme, ti nuk mund ta fantazosh mirësitë e shumta që Allah i Madhëshëm i ka përgatitur për besimtarët në xhenet.